Një grup aktivistësh nga kolektivi feminist dhe përpjekja kanë bërë thirrje për një protestë kundër paralajmërimeve për rritje të çmimit të energjisë elektrike në vend. Sipas njoftimit, protesta do të mbahet këtë të premtë duke filluar nga ora 13 pranë ndërtesës së Kecit për të vazhduar më pas drejt qeverisë së Kosovës. Premten në ora 13 përballë Kecit zhvillohet një protestë popullore e organizuar prej Qendrës Sociale Përpjekja, kolektivit për mendim dhe veprim feminist, edhe sindikatës së re të Kekut. Pas kërkesës Kecit që rrymat shtrejtohet 20%, na veç e patëm një indicie edhe prej një deklarate tallëse të kryeministrit, po edhe prej një komunikate të ZRE-s që çmimi i rrymës mund të rritet, prandaj po i paraprime protesta që ta parandalojmë këtë rritje abuzive. Aktivistët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive, duke theksuar rëndësinë e numrit sa më të madh të qytetarëve për të rritur efektivitetin e protestës. Kjo do të jetë efektive nëse ka masivitet në protestë. Na e dimë vitin e kaluar, çdo kërkesë, jo veç vitin e kaluar, po historikisht çdo kërkesë të Kecit e ka aprovu ZRE-ja, e cila presupozohet me një farë rregullatori i çmimit, pa ajo shërben më shumë për aprovim të kërkesave të Kecit. Dhe vitin e kaluar nashta jemi kon pak vonë me organizim protestave dhe çmimi i rrymës u rrit, e kjo po pasohet edhe me rritje zinxhirore të çmimeve. Këtë vit besoj që do të kemi masivitet më të madh në protesta, edhe do ta ndalim rritjen. Në kuadër të protestës, organizatat paraqesin 2 kërkesa kryesore: refuzimin e menjëhershëm dhe pa ekuivok të kërkesës së Kecit për rritje të çmimeve të energjisë elektrike, si dhe nisjen e procesit për rikthimin e Kecit në pronësi publike, kërkesë kjo që mbështetet edhe nga sindikatat.